Jo, u të thashë edhe pak sërt karrierinë. Edhe sërt, mirë, kom që ma dani vija. Rekom, sinqerisht, qësh njëshëm. Qësh njëshë ti aj zoni parë që ka këndu, parë që ka këndu, autori kësa kange. Jo, do të ka njërë edhin fliset, edhin vritën të qëra të arena e kolekt vim pak në një sot, jo të palak të mushme, edhin për shumë. Kjo këngë, mas parë do të falemndrojme Shkurt e Fejsës, që ka bërë këtë këngë. Kësoj këngë, Shkurt e Fejsës, e ka bërë tekstin Shkurta? Jo, nuk e ka bërë Shkurta tekstin, po Shkurta e ka porosit këngën. Ajo është si me qenë e saj. Po, Shkurta këngën ka porosit? E ka menagju, këngë e ka bje këngën, e saj nga ka qenë. Po? Kënga edhe ajo ka këndu në mënyrën e vetë, sysh në e njofim Shkurta, po Shkurta po natyrisht. Një do ato kiti për Shkurt e Fejsën, për këngëtarën të në e përshëndesin dhe kemi çdo herë respekt për të. Po, se ne kur s'kemi bisedu për këtë punë. Edhe në atë kohë, ka qenë që këngë të në marë dhe nuk kemi pas përgjësia. Si nga ka përgjën në këngë, s'ka qenë ligji e drejtë autore, e kemi përpunu. Edhe këngë të mija, po edhe këngë të mija i kanë marë, i kanë përpunu. Kur? Sigurisht, të tjerët. Edhe po, të tjerët. Unë e kom thonë, nëse e bon mirë, aji, këngën time, e bon bukur e bon, ja qëtë kohës, unë jam i knaqur. Sa është më shumë mu, për atë e po thëmë, se dhe Shkurta vetë ka thënë, bukurët që këndojnë kënga, që këndojnë kretë këngën, ajo është super. Sigurisht. Por, thash, se në këto rethona nuk isha pas drejtë me bate. Cile vetë shemë për atë partë? Në 97-ën është njësu kënga që më doni vija. Në prakt luftës? Prakt luftës. Kështë e fillu, sigurisht, nështë ta këtur. Dhe mund të them një gjë, kur kam shku në Stankovec,